Rabia ibn Kab, një prej sahabeve të profetit alayhi salatu wassalam, tregon që ka ndihmuar profetin në marrjen e abdestit, i ka ofruar atij ujë dhe një rast profeti i tha: "Kërko prej meje çfarë të duash." Dhe ai tha: "O i dërguar i Zotit, lut Allahun që të jem së bashku me ty në xhenet." Profeti i tha: "A nuk do të kërkosh diçka tjetër përpos kësaj?" Dhe ai i tha: "O i dërguar i Zotit, të gjitha kërkesat e mia janë në lidhje me këtë." Atëherë i tha profeti alayhi salatu wassalam: "Shtoj sejdën." Pra, shtoje namazin, duke na bërë të qartë të kuptojmë se shpëtimi ditën e gjykimit do të jetë vetëm namazi. Ka dhe një transmetim po ashtu me vajzën e profetit alayhi salatu wassalam, ku i thot profeti alayhi salatu wassalam Fatimes radiallahu anha: "O Fatime, shtoj sejdën që unë të kem një shkak që t'i lutem Allahu xhaleshanu për ndërmjetësim." Prandaj namazi është i vetmi dhe vetmja rrugë që do të jetë shpëtim për besimtarin. Dhe po të shohim profetin alayhi salatu wassalam, cilësia e tij që ishte në dhirr, që ishte paralajmërues edhe kur u fliste njerëzve, në fakt ai ishte armik i armiqësisë që njerëzit kishin në vetveten e tyre në mosnjohjen e Zotit xhaleshanu. Prandaj çdo kritik që vjen nga Islami, çdo kritik që vjen nga profeti alayhi salatu wassalam, në realitet do të thotë që njerëzit të ndërgjegjësohen, njerëzit të kthehen në natyrën e tyre të besimit dhe të përgatiten për ahiretin, që është në realitet bota jonë e vërtetë.